Policia ka zbuluar arsenal armësh në Fushë Krujë këtë të premte. Sipas uniformave blu, në kuadër të operacionit policor të koduar Tracking, u gjetën në fshatin Zall arsenal armësh shpërthyese, armësh zjarri, municion luftarak dhe lëndë narkotike, kanabis sativa. Arsenali i armëve u zbulua në afërsi të banesës së shtetasit Ylli Zalla, brenda në tokë, ndërsa është shpallur në kërkim 49 vjeçari Zalla, pasi në bazë të hetimeve ai është posedues i tyre. I kërkuari i policisë nuk është emër i panjohur për autoritetet, pasi ai rezulton në kërkim që prej nëntorit të vitit 2025, kur në banesën e tij ishte zbuluar një tjetër arsenal armësh, pas hetimeve lidhur me atentatin në Rinas, ku mbeti i vrarë Glimando Dani dhe miku i tij, Muçi Shaljani. Ndërkohë, në drejtimin e prokurorisë, vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë, ndërsa autoritetet po punojnë për arrestimin e 49 vjeçarit Ylli Zalla. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa mjetet e gjetura janë sekuestruara në cilësinë e provës materiale.